Të nderuar besimtar, vazhdojmë me lejen e Zotit së bashku me temën tonë të përcaktuar më i miri i njerëzimit. Muhamedi alayhi salatu wassalam, ku jemi ndalur të flasim për jetën e më të mirit të njerëzimit. Jemi sot në pjesën e 6 sipas ndarjes tonë, ku në javën e kaluar u ndalëm që të flasim për një ngjarje të madhe, e cila ka të bëjë me fillimin e shpalljes e cila i zbriti Muhamedit alayhi salam. Treguam se si Muhamedi alayhi salam, duke qëndruar i vetëm në një shpellë, i vjen atij Xhibrili alayhi salam duke i thënë lexo. E pastaj i shpall atij 5 ajetet e parë. Por gjithashtu treguam se si Zoti i gjithësisë e nxiste Muhamedin alayhi salam që këtë thirrje, që fenë e Zotit mos e mbaj vetëm për veten e tij, por të dali dhe ta shfaqë atë tek njerëzit. Dhe kjo është pika kryesore, thamë, në të cilën do të marrë kthjes e mbar botën. Kjo është pika kryesore, nga ku muslimani jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam duhet ta marrë shembull nga çasti i zbritjes së ajeteve kuranore deri në vdekjen e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi i erdhi urdhri që të dalë dhe të therras njerëzit në fenë e Zotit, do të tregohet mjaft i kujdesshëm që thirrjen e tij ta përçojë tek njerëzit ku Muhamedi alayhis salam ka besim se këto njerëz do ta pranojnë fenë e Zotit. Nuk mundej profeti i Zotit të dilte menjëherë publikisht para të gjithë njerëzve, sepse rrezikonte veten e tij por dhe besimtar. Dhe treguam se 4 njerëzit e parë që e pranuan Islamin ishin bashkëshortja e tij, shoku i tij më i ngushtë, djaloshi i cili është rritur në shtëpinë e Pejgamberit alayhis salam dhe djali i xhaxhait të tij, Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të. Kështu Pejgamberi alayhis salam do të fillojë dal nga dal të zgjedh dhe të përzgjedh njerëz të cilët ishin meritor me ja përçu këtë fe të madhe. Kështu do të filloj të përhapej kjo fe e Zotit. 4 vet, pastaj 20, pastaj 30, pastaj 40 vet. Kur filloj të hapej feja e Zotit me 40 vet, ishte e detyrueshme për pejgamberin alayhis salam që të gjejë një llom apo një shtëpi ku t'ju flas besimtarëve, t'ju flas atyre për Zotin, t'ju flas atyre për fenë e Zotit, t'ja mësoj atyre fenë e Zotit. Mirë po në atë kohë ishte një rrezik i madh që dikush prej tyre ta hapte derën e shtëpisë dhe t'ju thonte bujrëm, e jani dhe mësoni në shtëpinë time. Pse? Friksoheshin nga illujtarët, nga prijetarët e atij vendi. E njëjta gjë e cila ka ndodhur në vendin tonë. Para disa vitesh, në kohën e komunizmit, askush nuk guxonte që të hapte derën për me mësu fenë e Zotit. Pse? Po sepse dihej përfundimi atyre njerëz. Prandaj edhe kjo kohë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duhej një kujdes i veçantë. Dhe subhanallah, do të gjejnë një shtëpi në të cilën do të mësohet feja e Zotit. Dhe personi i cili do t'i hapi dyert e shtëpisë së tij, duke marrë parasysh rrezikun e madh që e priste, ishte dikush. Sa ishte ai? 30 vjeç, 40, 50 apo 60. Ishte një djalosh 16 vjeçar, i cili kishte besimin dhe guximin që të hapte shtëpinë e tij në mënyrë që të fillonte përhapja e fesë së Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kështu pejgamberi alayhis salam
do të vazhdoj së bashku me një grup besimtarësh për 3 vite me radhë që të mësonin në mënyrë të fshehtë fenë e Zotit gjithësisë. Vallai, kjo është një barë e madhe e cila i ishte ngarkuar Muhamedit a.s. që të përhapte fenë e Zotit. Pas 3 vitesh, Allahu subhanahu wa ta'ala do ta urdhëroj Muhamedin a.s. duke i thënë atij, mjaft më qëndruat të mbyllur. Ju jeni në të drejtën dhe duhet dilni haptas para njerëzve, duke i marrë parasysh të gjitha pasojat që do të vinë më pas. Dhe do të tregojmë me lejen e Zotit se këto pasoja nuk ishin të vogla, dhe këto pasoja nuk ishin thjeshta. Do të tregojmë se do të duhen burra të fortë, dhe do të duhen gra me besim të madh dhe të lartë që të përballojnë mundin dhe torturën e banorëve të Mekkës së asaj kohe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një sabah, një mëngjes prej mëngjeseve, do të dali në një kodrin e quajtur Kodra Safa, afër Qabës. Del Muhamedi a.s. në mëngjes dhe fillon t'i therras gjithë fiset, o fisi filan, o fisi filan. E dëgjojnë banorët e Mekkës dhe afrohen çfarë ka ndodhur. Çfarë ka ndodhur, kush është ky njeri i cili po na thret? Kur shohin Muhamedi a.s. Thanë, do t'jetë ndonjë gjë e madhe përderisa po na thret ky person, se ai njihej si besnik. Pejgamberi a.s. Profeti sallallahu alaihi wasallam, pasi u mblodhën njerëzit, fillimisht kërkon t'ju bëj një lloj prove këtyre banorëve, me pa sa besim kishin këta njerëz tek Muhamedi a.s. Se nëse dikush nuk ka besim tek ti, ti s'ke se si me i thonë një të vërtetës, ai do thotë ti porren. Ai do thotë ti je gënjeshtar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet banorëve të Mekkës dhe i thotë: nëse unë ju them se pas kësaj kodre po vjen një ushtri e madhe që t'ju pushtoj, a do më besoni? Shive pa sa bukur Muhamedi a.s. kërkon fillimisht besimin e atij që do t'i flasit. I thonë ata, po ne do të besojmë ty, se ti si je gënjeshtar, se ti nuk je mashtrues, se ti nuk merresh me dallaver, pa ti je besnik dhe flet vërtetën. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet atyre duke ju thënë: unë po ju them se Zoti jonë është Allahu i lartësuar, dhe po ju dëshmoj që unë jam i dërguari i Zotit, jam profeti i fundit i ardhur tek Zoti. Unë jam ai dhe jam ky. Zoti është kështu dhe ashtu. Si do të jetë përgjigja e banorëve të Mekkës? Subhanallah. I pari njeri i cili duhet ta mbështeste Muhamedit a.s. ishte ai i pari i cili e kundërshtoi. Cili ishte ky? Xhaxhai i tij. Xhaxhai jot, i afërmi jot, fshiu jot, familjari jot, në vend që me të mbështet tek feja e Zotit, tek e drejta, tek e mira, u bë kundërshtari i parë i fesë Zotit. Dhe prandaj e meritoi madhkimin nga çasti që foli deri në ditë gjykimit, deri në përjetësi. I thot Xhaxhai i tij: a për këtë gjona thirret ti ne? Mallku qofë që thot, e kota dhe e keqa qofë mbi ty, poshtërimi qofë mbi ty. Kush? Xhaxhai. Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa po u largu ky person i quajtur Ebu Leheb, zbriti ajete kuranore. E zbriti Zoti i gjithësisë Xhibrilin tek Muhamedi a.s. dhe i shpalli ajet kuranor, ajete të cilat janë mrekullim vete. Tha Zoti i gjithësisë: Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. I shkatrum, i mallkum, qoftë Ebu Lehebi, pra Xhaxhai pejgamberit a.s. dhe ai do të jetë përgjithmonë i shkatrum. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab.
nuk do ta ndihmoj atë as pasuria, as pushteti, as fama që e kishte. Ai do të jetë përgjithmonë i shkatruar. Dhe kështu do të mbesë. Ebu Lehebi, akoma duke qenë gjallë, i ngjon të ajete kuranore dhe nuk e pranon Islam. Sikur se ky njeri ta pranonte Islamin vetëm me sy e fajsi, vetëm me thonë, unë jam musliman, Kurani do të binte poshtë. Pse? Se Kurani tha asnjëherë s'do të besoj. Dhe vërtet ky njeri asnjëherë nuk besoi. Çka më tregu se libri i Zotit, çka më tregu se fjala e Zotit të gjithësisë është fjalë e vërtetë. Kjo është feja e Zotit. Ky është libri i Allahut të lartësuar. Kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të vazhdoj jetesën e tij në Mekë me preokupimin e madh si t'i ftoj njerëzit në fenë e Zotit. Si t'jem unë sebeb që dikush të thot la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Preokupim të cilin për fat keq ne sot e kemi harruar. Dhe kemi thënë, babaj dhe nëna ndoshta s'din asgjë për fenë e Zotit dhe nes na intereson fare. Fëmia jot ndoshta s'din asgjë për fenë e Zotit dhe ne pothuajse s'na shkon në mend 1 herë, 2 herë, 100 herë, 1 milion herë me i fol fëmijës tonë. Banorët e Mekës pasi e panë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam doli haptas me i thirr njerëzit në fenë e Zotit, atëherë ndërmorën disa hapa që ta pengojnë Muhamedin alayhis salam në përhapjen e fesë. Cilat ishin këto hapa? Fillimisht banorët e Mekës do të marrin hapa të mashtrimit. Do të mundohen që ta mashtrojnë Muhamedin alayhis salam me dunja, me të mirat e kësaj bote. Fillimisht shkuan tek xhaxhai i tij, i cili ishte përkujdesur për të, tek Ebu Talibi. Dhe i thonë atij, o Ebu Talib, ti je i njohur në Mekë, je njeri me famë. Ti po e sheh që ky nipi jot s'po na lën rehat. Ti po e sheh që ky nipi jot na ka fut për çarje. Po zihen familjar me njëri tjetrin. Njëri beson, tjetri s'beson. Po zihet prindrit me fëmijët. Po zihet burri me gruan, e kështu me radhë, na ka fut për çarje. I than, foli nipi tat. Foli nipi tat që të ndroj rrugë. Ebu Talib flet me Muhamedin alayhis salam duke i thënë, unë jam i shtyrë në moshë, mos më rëndo me këtë gjë. Lëre këtë rrugë, mos më rëndo dhe mu se unë jam me ty në aspektin e fëqësisë, atje nipi im unë do të mbështes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë shkurt i drejtohet xhaxhait të tij duke i thënë një fjalë shumë të madhe. Fjalë e cila tregon vendosshmërinë e Muhamedit alayhis salam në fenë e Zotit, dhe jo si unë e ti, që me dalë dikush kundër, thu, aq se po e le, aq se po largon, aq mos prishe me babën, me nonën, me mikun, me shokun. I thot pejgamberi alayhis salam, o xhaxhaim, nëse ma vendosin djedhin në krahun tim të djathtë dhe hënën në krahun tim të majt, unë nuk e lej këtë rrugë. Një vendosshmëri e madhe e pejgamberit Zotit në fenë e Zotit gjithësisë. Unë nuk e lej këtë rrugë për asgjë në botë. Atëherë banorët e Mekës do të ndërmarrin një hap të dytë, duke e zgjedhur në mesin e tyre një person të quajtur Utbe, i cili njihej si më i mençur i tyre, si më i zgjuti i tyre. I thanë, shko një herë ti tek Muhamedi, se ndoshta me hilet e tua ja prish mendjen dhe e len këtë punë ai njeri, se shumë fesatësh duke na hap. Pra Muhamedi alayhis salam mundohej për mirë, ata thonin ky po na hap keq. Pejgamberi alayhis salam mundohen për drejtën, ata thonin ky po na prish. Shkon ky person tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, o Muhammed, kush është më i mirë? Ti apo gjyshi jot? Më trego, nëse ti je më i mirë, ti thënë gjithë banorëve të Mekës se ky është më i mirë se ai. I thot, kush është më i mirë, ti apo baba jot?
Kush është më mirë, ti apo xhaxhaja jot? Në një formë mundohej ta prekte Muhamedit alayhis salatu wassalam. Pastaj fillojnë ofertat. Ofertat tunduese. I thot, o Muhammed, nëse don pasuri, pra po e bën këtë gjë punën e fesë për pasuri, se do të kesh parë, na thuj, ti mbledhin lekët dhe ti japin dhe lele këtë punë. Pejgamberi sa nuk flis. I tha, nëse po e bën për të martu me një vajzë bukur, na thuj ta gjem vajzën më të bukur dhe të martojmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk foli fare. Pastaj i tha, nëse dëshiron post, a dëshiron pozit, do me qeni pa shteti, na thuj, që ta diskutojmë dhe të vejmë me i post bukur. Gjemi punë edhe nuk gojnë të istet më, as për fejë, as për drejtësi, as për Zot, as për gjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do t'i lexoj këtij personi disa ajete kuranore. Dhe në ajetin 13 të surës Fussilet, Allahu i lartësuar thot: në qoftë se ata o Muhammed nuk të përgjigjen ty në fenë e Zotit, thoj atyre që Allahu do t'i dënoj siç dënoi popujt e mëparshëm. Dhe ka përmend dy fisë arabe, popullin e Adit dhe Thamudit. Ishin popull arab që banorët e Mekës i dinin historitë e tyre. Dhe në këtë moment Utbeja ikën i friksuar dhe shkon tek paria e Mekës dhe i thonë, po ti çpate, ti shkove për të fitu edhe i friksum. I thot, ma ka tërheq vërejtjen, thot, në diçka e cila më ka friksuar shumë. Dhe e treta, banorët e Mekës do të marrin përsipër që Muhamedit alayhis salam t'i sjellin një ofertë tjetër. Cila ishte oferta? Një ofertë e çuditshme, një ofertë e habitshme. I drejtohen Muhamedit alayhis salam dhe i thonë, me që ti nuk don ta lesh këtë rrugë, me që ti s'don ta lesh rrugën e fesë, ne kemi një propozim. Cili ishte propozim? I thanë, një vit adhurojmë Zotin tatë, edhe ti edhe ne. Një vit adhurojmë vetëm Allah. Vitin tjetër adhurojmë idhujt tanë, edhe ne, edhe ti. Po a ka muslimani kompromis me çështjen e fesë? A ka muslimani kompromis me çështjen e njësimit Zotit me fjalën La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Për fat keq ka, sidomos sot. Për fat keq sot muslimanët bëjnë kompromis me fenë e tyre. Edhe Zotin, edhe idhullin. Edhe Zotin, edhe kishën. Edhe Zotin, edhe teshen. Edhe Zotin, edhe djelin. Qa muslimani jetë? E njeh ti fenë e Zotit atë apo jo? Allahu i lartësuar zbriti ajete kuranore. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Thuaj, o ju besimtar, o ju shafira, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Por as ju, nëse adhuroni një herë Zotin, një herë idhullit, as ju se keni adhuru Zotin. Çfarë lloj adhurimi është ky? Edhe Zotin, edhe idhull. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas çdo hapi të ndërmarrë nga idhujtarët e Mekës, ishte i prerë dhe i drejtë Muhamedi alayhis salatu wassalam që t'i qëndronte besnik fjalës së Zotit të gjithësisë. Pas këtyre metodave, idhujtarët do të kalojnë në një fazë tjetër. Cila ishte ajo fazë? Do të kërkojnë mrekulli nga Muhamedi alayhis salam. Duke i thënë atij, nëse ti pretendon që je profet, na sill një mrekulli, siç ishte mrekullia e Musait me shkopin e tij, siç ishte mrekullia e filan pejgamberi me këtë gjë, filan pejgamberi me këtë gjë, na thuj ti ne në gjë. Çfarë kërkuan? I thanë, nëse ti je profet, na e çaj hënën dysh, një pjesë ka e djatha, një pjesë ka e majtë. Hajde na trego tani çfarë profeti je ti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e luti Zotin, ata o Zot, ma mund sot të gjë,
Se s'ka gjë në dorë Muhamedi a.s. Njeri ka qenë si unë si ti, i zgjedhur nga ana e Zotit. E Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Qamar tha: "Iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar." Tha Zoti i gjithësisë, është afru kiameti dhe hëna është qaf. E ndau Zoti i gjithësisë hënën në gjysmë. Gjysmë ka e djathtë, gjysmë ka e majtë. Çfarë thanë banorët e Mekës? Po ti je magjistar, thanë, se me magji e ke bo. Po ti je gënjeshtar, thanë, se s'ka mundësi me ndodhë kjo gjë. Argument nga Zoti pak s'ko besoj. Pastaj i kërkuan dhe një të fundit për sot, i thanë: "O Muhammed, nëse je pejgamber, na e sill edhe një mrekulli tjetër. Këtë kodrën mbi të cilën unë ngjite dhe na thirre, kodrën Safa, bëna që nga dheu t'jetë flori." Me një të leku. Nga dheu, bëna flori. Pejgamberi alayhis salam po e lut Zotin e gjithësisë dhe po thotë: "O Zot, ma mundsolle këtë gjë." Tha Zoti i gjithësisë: "O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, unë kam mundësi me bë këtë gjë dhe Allahu ka fuqi për çdo gjë. Por nëse e bëj dhe ata sërish nuk besojnë, do t'i dënoj me një dënim që s'e keni pa ndonjëherë." Ke dy mundësi, i tha sallallahu alaihi wasallam pejgamberi alayhis salam: ose unë e bëj dhe ata s'besojnë, unë i dënoj, ose mundësia e dytë është unë ja let hapme derën e pendimit. Pra pavarësisht ata po gabojnë, ta lëm të hapme derën e pendimit tek unë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të zgjidhë këtë dytën, tha: "O Zot, lënë të hapme derën e pendimit tek ti." Secili për nesh është gabimtar, por dera e pendimit tek Allahu subhanahu wa taala është gjithmonë e hapur, prandaj le të pendohemi tek Allahu subhanahu wa taala. Pas këtyre ofertave dhe pas këtyre propozimeve do të vi diçka tjetër. Çfarë është ajo? Me lejen e Zotit këtë do të ndalemi në javën e ardhshme, nëse na e mundson Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin tonë të na fali dhe të na mëshiroj të gjithëve. Elusim Zotin tonë na fali ne, prindërit tanë, të afërmit tanë, gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. Elusim Zotin tonë ta bëj të dashur për ne Kur'anin, ta bëj të dashur për ne jetën dhe traditën e pejgamberit alayhis salam. Elusim Zotin tonë që t'i bëj të dashura për ne xhamiat dhe elusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëj të dashur me njëri tjetrin. Allah na falë dhe na mëshiroft të gjithëve. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.